Fermerët vijojnë të shfaqin interesin për skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi, por flasin për disa procedura që sipas tyre janë burokratike dhe u kërkojnë shumë kohë, mund dhe vajtjeardhje në zyrat e shtetit. Janë disa skemat mbështetëse, ndërsa një pjesë e mirë e fermerëve kanë marrë toka me qera për të mbjellë. Ata vinë nga zona të ndryshme për të interesuar pranë zyrës së bujqësisë dhe drejtorisë rajonale të shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve. Qërë mbjellë me misër, grure, të gjitha kulturat që nuk e lëm tokën pa punurne. Në vajza. Mbillni për të shitur apo për... Po në që kur ato tepëm edhe e shesëm, po mbjellë për vete njërë. Varet që qatë bëjt toka, po bëri shumë shesëm, po së bëri pastaja... Ju ndihmojnë skemat të mbështetëse? Po në ndihmojnë, ja... Në një kështu ja kemi marrë njërë naftën, marrëm këto në shtip që... japën për 1 hektar, ku sa japën këta, kemi bërë ato dokumentat të aplikojmë këtu. Ju vete punoni tokën, apo? Jo, edhe me të tjerët. Vjen ata që kanë mjetet. Më çdo gjë mbjellin. Çfarë fshatë? Dukat. Ndihmojnë këto skema? Për çfarë me 200.000 lekë, 100.000 lekë. Së ndihmojnë? Jo, fare. Po që sargjojmë, që poshtë e lartë share. Unë si kultura kam mbjellë jonë shtërfil, elb, tërshër, misër, perime, edhe kam edhe 500 rënjullinjë. Në cilin fshati? Në Lubonjë. Ju ndihmojnë skemat mbështetëse? Në skemat mbështetëse po shikojnë vështirësitë më të mëdha. Sepse faktikisht unë kam në këto momente deklaroj 6 dylim kultur të marrë nga vëllezërit, misër, i them ja tek e kam të nënës të vllajt. E posedoj unë këtë tokë. Dhe më thot bjerë të firmos vllai në Anglia, vllai tjetër në Italia, nëna që ka vdekur, pa të ta paguajmë. Mërë ti fotografoj ligjërisht përgjigjem unë. Unë s'po të mashtroj. Ja të kësh elbi, bjere tjetëri nga Greqia, thot, të firmosi. Nuk ka ndodhë në një vit, kemi dhe në numërin e kartës identitetit dhe i kemi marrë ato 5 lekë që nga takojnë. Ndërsa si vjetë, kam vajtur 3 herë, kam bërë akt notarial, 100.000 lekë i kam paguar vetëm në notari për të marrë 200.000 lekë. Edhe ato 100.000 lekë i kam lënë rrugëve nafte dhe benzinë. Pra është një shumë që nuk ju bën shumë punë. Le që është mos përfillse në krahasim me vitet e tjera, është shumë mos përfillse, sepse për 1 hektar pagojnë 100.000 lekë. Gjë që nuk ka bërë në njerë vaki atje. Në rastin tjetër, për blektorin, unë kam rreth 30 dhja, i thot bëni 50 të t'i pagoj unë se do t'i bëj kooperativ. Unë kooperativ kam qenë kone në vej, nuk bëhem prap tani. Të më pagoj ato 30 si pas ligjit. S'më leverdisë. U dua këshu në qefin tim, dua me oraru. Unë se gjithot me vlajnë tim, do bëhem kooperativ. Kooperativat ka një kur ti harroj Edi Rama e kushdo qoftë. Ne jargjojmë vetëm me letra, me 100.000 leka. Lartë e poshtë, bëjmë një muaj, sidomos në e plejt, nuk dim që ku të vemi e qartë të bëjmë. Më dhe nështë një gjë që e sharake. A i ka dokumentat e mija, nuk i bëka do të po hec këtje vetëm për të argjuar letra të shkepun. Vetëm rë këtë. Na i fitim po të e përshmedhoreja dalë me humje. është puna se ne shumë disponojmë të tokat e atyre që s'janë në Shqipëri, se të atyre që janë, se ata që janë i shfrytëzojnë vetë. Kështu që të më dha. Për mos thonë që dalim zero në fund. Nuk është se ju ndihmojnë shumë. Thjesht e morëm këtë hapë, herë tjetër do ta bëjmë. Më shumë janë letra burokracisë? Burokracisë që gjitha se toka është në vend. Pse të mos verifikohet atje kush toka, po duhet vemi në përzyrat e verifikojnë. Ju ku e keni? Tu e kam unë. Çfarë fshate? Dukat. Mbillen tokat të fshatave? Po mbillen gjitha ata që i kanë me qira që shfrytëzojnë blektorin mbillen. Me çfarë? Po kryesisht kultura Jonxhe dhe Misër. Ashtu më fal. Jonxhe dhe Tërshër Hasl. Të themi në një fjalë që që jam klasë negativ nuk do flasë, po qka? Jo mirë. Se mundohemi neve që janë dhe këtu nga fshati. Pse mos bëjshin ati në gjitha gjerat. Nështë për një dokumentu të bëjt dokument për një pronësi e tokës,
për të marrë certifikat, duhet na shit vetëm në Tiranë. Ku të vetëm në Tiranë? Do të kesh kapital të madh, të kesh kapitalin e Tiranës, se ne jemi pensionista. Ku të gjejmë ne këtu? Ku të vetëm na shit? Ku të bëjmë? Shumë problem është. Jemi të pakënaqur fare nga e Tirana. Juve çfarë skemë, për çfarë ndihni? Bushi, për bushi. Sektor bushis. Jemi po. Në fshat e Fitore. Po, me sa shumë edhe në ndihmojnë neve tani, se qërsa kemi ardhur këtu për të zgjidhjen në hallet për në të problemet tona. Po është më mirë këto gjatë të mblidhen dhe konversion aty brenda komunës, që sa kemi komunën atje, në vinë e mos atarët këtu, që na këmbërës në orën me folit në vjosa, e të mbaros pun këtu, po njëherë, dyherë, sa herë njërës merë makina, njërës ke para, herë atje se gjenë personi këtu, e kështu vend punë të zëngjirë, nga dita në ditë, edhe nuk zgjidhen gjërat. Skema e re hoqi naftën pa taksa. Fermerët nuk do të përfitojnë më naftë me çmim të reduktuar, pasi Ministria e Bujqësisë vlerësoi se kjo skemë nuk ka funksionuar plotësisht dhe ka pasur abuzime. Kurse për bletarin financimi dyfishohet në 20.000 lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 25 koshere, nga 50 koshere që ka qenë detyrimi deri në vitin e kaluar. Ndërkohë fermerët duhet të marrin faturë nga grumbulluesit apo agroturizmat, kur e shesin produktin, në mënyrë që të përfitojnë nga kompensimi me 10% që do të nisë në një korrik. Ndërsa fermerët që ushtrojnë aktivitet në sektorin e bujqësisë organike mund të aplikojnë deri më 26 qershor për të përfituar mbështetje financiare në kuadër të skemës kombëtare të mbështetjes për bujqësinë 2026. Masa 6 e skemës i dedikohet mbështetjes së fermave organike, me synim nxitjen e prodhimit sipas standardeve të certifikuara, rritjen e konkurrueshmërisë në sektor dhe promovimin e praktikave bujqësore të qëndrueshme.